Javdyli që falenderoj shumë për pjesëmarrjen në Kompas. Përshëndetje nga Prizreni për juve dhe gjithë shikuesit e ATV-s. Faleminderit, do të na duhet të raportojmë ndoshta në mënyrë më të pazakontë në ditë vikendit të dielave, nuk është se mblidhen deputetët në situata të zakonshme, një gjë e tillë do të ndodhë këtë diel në ora 10. A mund të jetë ndoshta skenar i njëjtë sikur 6 herët e para? Deri më tani, më thonë, deri në këto momente nuk ka ndonjë indicie për ndonjë kompromis të mundshëm në mes partive politike. Zgjidhja është, sepse zgjidhja dhe kushtetuese edhe në bazë gjitha rregulloreve që ekzistojnë në këtë shtet është që partia parë e propozon kryetarin e kuvendit, por disa parti opozitare po duan ta marrin këtë kompetencë të partisë së parë që ata thonë që duhet ne të kemi miratimin e emrit të kryetarit. E vërteta është që kryetari i kuvendit duhet i ketë gjatë një numra, por në këtë rast ne për 1 ose 2 deputet nuk kemi numrin e duhur. Jo, i keni për 4 vota në fakt. 57 i keni aktualisht në së cilën herë që është tentuar, ju i keni vetëm 57 vota. Bëhet fjalë për 4 vota deri në 61 sa duhet. Unë besoj që në momentin që do të ketë lëvizje edhe nga 1 ose 2 deputet, unë besoj që edhe nisma do të ketë vullnetin, ka treguar vullnetin dhe besoj që do të ketë vullnetin për ta zhbllokuar situatën. Pra nisma aktualisht është duke abstenuar vetëm pse nuk janë 61 vota, thoni? Unë po mendoj në atë mënyrë sepse deri më tani nga gjitha partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës, nisma ka treguar një pjekuri dhe një gatishmëri për të zhbllokuar situata dhe për të gjetur një kompromis për ecjen më tutje në konstituimin e institucioneve dhe besoj që edhe në këtë moment ata do të tregojnë atë pjekurinë e duhur dhe besoj që do të kemi numrat votat e tyre për të krijuar institucionin tona, cilat në këtë rast çfarë dallon pjekurinë në këtë rast? 3 deputetët e nismas janë duke abstenuar, pra nuk janë duke votuar për, kurse nuk janë kundër, domethënë nuk janë kundër, por besoj që ata domethënë kanë treguar vullnetin dhe janë të gatshëm që të votojnë, por për momentin neve na mungon vetëm edhe një votë. Dhe kjo bie ndesh me deklarimet e deritashme që nuk votohet nga nisma Albulena Haxhiu si kandidate për kryetaret kuvendit. Unë besoj që për këtë domethënë do të flasin deputetet apo përfaqësuesit e nismës dhe unë nuk jam në atë cilësinë e tillë këtu, musafir, por mendoj që është pa një vullnet i mirë dhe një gatishmëri e tyre për aq sa kam pa dhe kam dëgju për të zhvillkuar situatën dhe për të ecur më tutje në konstituimin jo vetëm të institucionit të kuvendit, por edhe të qeverisë. Desa për më tutje ndoshta në bisedë me ta do të bisedoni më shumë, sepse nuk është në as në kompetencën time. Kur përmendni rolin e 3 deputetëve të nismas socialdemokrate, ai bie që ka marrëveshje apo thjesht besoni në veprimin e tyre konstruktiv në sallën plenare? Unë besoj që ka një vullnet pozitiv, ka një vullnet për të mos bllokuar situatat e tanishme dhe për më detaje, ndoshta në kohën e duhur kur vjen momenti do të shihen më detajisht. Ka vetëm vullnet dhe jo takime, a ka takime? Ka dhe takime, ka dhe biseda, ka dhe gjitha këto takimet dhe janë disa takime të cilat janë mbajtur dhe ato të gjitha kanë qenë një atmosferë konstruktive. Kush me kë është takuar, zoti Javdyli? Kush me kë është takuar? Domethënë bisedat me deputetë të nismës, me udhëheqësit e nismës, të vetëvendosjes kanë ndodhur, po ndodhin edhe në mbledhjet të cilat i kemi ne në kuvend dhe te ta është vrejtur një atmosferë
apo një vullnet i pozitiv për krimin e Thoni që institucionit. ka ndodhur dhe po ndodhin mes udhëheqësve, ai vjet që Kurti me Limajn janë duke u takuar në vazhdimsi apo për më shumë ndoshta domethënë kur të vijë koha do të flitet, por për tash unë vetëm dua ta them që ekziston një vullnet, ekziston një disponim i mirë dhe një konstruktivitet nga gjitha palët për të gjetur një bashkëpunim për të ecur më të tje, jo për hir të individëve, jo për hir të personave apo të partive, por për hir të proceseve të Kosovës në të cilat po thoni që jeni edhe një vot mangu, ku jeni duke kërku këtë vot? Ne, domethënë me minoritetet jo serbe ne I kemi pas votat, por ju I dini disa rrjedha, disa zhvillime që ka ndodhur pas konstituimit dhe certifikimit të deputetëve, dhe tani jemi mangu, por besoj që do të ketë edhe vullnet mirë edhe nga deputetët për momentin që janë në opozitë, që kjo situatë mos zhbllokohet, pse jo të votohet nga të gjitha partitë kryetari I kuvendit, sepse kjo puna e kryetarit kuvendit nuk është çështje e pëlqyeshmërisë të gjithë neve, sepse kryetari kuvendit na jemi 120 deputet apo 100 deputet shqiptar dhe secili mund ta ketë një preferencë për kryetar të kuvendit. Edhe unë më vetë ndoshta do ta kisha pas një preferencë tjetër për kryetar të kuvendit, por kjo nuk është çështje e preferencave personale apo edhe grupore, por kjo është çështje e parimeve, çështja e rregulloreve dhe përcaktueshmërisë të cilën e ka dhe kushtetuta që partisë pari I takon kryetari I kuvendit dhe në rast vetëvendosja si partia parë dhe më e madhja në kuvend dhe e cila përbën gati gjysmën e elektoratit të popullit shqiptar në Kosovë, sepse ju e dini 100 deputet janë në kuvendin e Kosovës dhe 100 deputet janë shqiptar në kuvendin e Kosovës dhe nga 100 deputet shqiptar 48 janë nga partia, domethënë nga koalicioni jonë vetëvendosje Guxo Alternativa dhe kjo gati bën gjysmën e deputetëve, ndërsa bashk partitë tjera para dhe dyta nuk e afrohen vetëm këtij koalicioni. Por edhe nëse partia jonë apo koalicioni jonë do ta kishte 21 deputet, po të ishte e para dhe partitë tjera do të kishin 20, 19, 18, do të arrishin 100 deputet, prapse partisë parë do t'i takonte kryetari I kuvendit dhe nuk është kjo çështje që ne duhet bllokohemi në këtë pikë. Unë mendoj që çështja thelbësore është te krijimi I qeverisë. Edhe opozita duhet jemi të qartë, edhe opinioni duhet ta dinë. Pse nuk e voton kjo po shihet dhe unë nga vështrimi im nga rrjedhave politike, po edhe brenda parlamentit unë e shoh një gjë. Pse ata nuk e votojnë kryetarin e kuvendit, propozimin e vetëvendosjes, sepse ata e dinë që nuk kanë vota për qeveri, se po të kishin pas vota për me kriju një qeveri, ata që ditën e parë do të votonin kandidatin e vetëvendosjes dhe do të vazhdonin, do të hapnin rrugë, si me thonë, në procedura tjera të krijimit. Ju keni vota për qeveri? Edhe në votime që po ndodhin 57 vota që I kemi ne, ndërsa ata po I kanë ka 40. Domethënë, ata nuk kanë mundësi që të krijojnë qeveri dhe kjo punë nëse këta vazhdojnë që të na bllokojnë, ne nuk kemi rrugë tjetër. Fatkeqësisht, jo me dëshirën tonë do të shkojmë zgjedhje të reja. Para se të vi radha te ata që janë partitë e tjera që po votojnë kundër, fillimisht ju e keni mandatin për ta kriju qeverinë, I keni jo numrat, sepse nevojiten 61, nëse I keni 61 për qeveri, nuk I keni për kryetarët të kuvendit. Unë besoj që, domethënë, për qeverinë do të ketë një dinamik tjetër në krijimin e qeverisë. Në çfarë aspekt? Dinamik tjetër në krijimin e marrëveshjeve, sepse ju dini, me momentin e zhbllokimit të këtij momenti që është bllokuar nga opozita, atëherë 2 javë do t'i ketë kryeministri Kurti kohë për të krijuar si I mandatuar nga presidenti, do të ketë kohë për të krijuar qeveri. Edhe tash, para se të votohet brenda këtyre 2 javë, duke marrë parasysh edhe vullnetin e deputetëve të veçantë, këtë rast edhe të nismës, po edhe ndonjë deputeti tjerë të cilët kanë tregu vullnet pozitiv në kuvend, unë besoj që qeveria do të krijohet, sepse unë më shumë po e shoh një lloj
një lloj frike apo një lloj bllokade për mos ta lënë këtë aktin e dytë. Po pse nuk shfrytëzohet koha aktualisht, koha para se të votohet kryesia e kuvendit që të arrihet marrëveshje, të bëhen 60 numrat, votohet kryetari i kuvendit e pastaj të hyn fuqi dhe afati ligjor për krijem qeverisë. Po ja pra, po këto do të thonë ky moment tregon që ata nuk janë të interesuar që t'ja japin këtë kohë Albin Kurtit, sepse e dinë që Albin Kurti do të arrijë ta krijojë Ju mund ta fitoni vetë këtë kohë, zoti Avdyli, duke arritur marrëveshje me dikë prej deputetëve për t'i bërë 61 vota. Për kryetarin e kuvendit, po duket që nuk ka ndonjë vullnet veçantë, ndërsa për qeverinë besoj që do të ketë një vullnet më. As mund të hyjnë paket këto marrëveshje edhe për kryetar edhe për qeveri? Por ndoshta edhe mund të vinë, ndoshta marrëveshja për qeverinë do të jetë një moment tjetër, sepse ne kryetarin e kuvendit duhet ta zgjedhëm një herë, pastaj pse jo, ndoshta edhe në kuadër të bisedave për qeverinë, prap mund vendoset edhe posti i kryetarit kuvendit, por ka edhe postet nën kryetarëve, ka edhe poste tjera, zëvendësim ministrave, ministrave. Ta sqarojmë edhe një herë këtë deklaratën e fundit. Nëse votohet Albulena Haxhiu për kryetaret të kuvendit, mund të rikonsiderohet posti i kryetarit të kuvendit? Nuk e besoj, por mendoj që domethënë partia parë duhet ta ketë në këtë moment kryetarin e kuvendit dhe për këtë janë përcaktuar për Albulenën dhe mendoj që duhet të tejkalohet kjo fazë dhe pastaj në fazën e dytë kur do të filloj me negociatat për krijimin e qeverisë, besoj që aty pastaj do të diskutohen gjitha mundësitë, por mendoj që aty pastaj do të ketë hapësira të mjaftueshme edhe në qeveri edhe ministra, zëvendësministra dhe besoj që mundësia është e madhe krijimit të qeverisë. Pse ky insistim i madh i vazhdueshëm Haxhiu për një post që potencialisht pas 2 javëve mund ta ndryshojë figurën që udhëheq? Aty nuk e di dhe nuk besoj, por po e them si mundësi dhe si moment që ne duhet hapëm rrugë krijimit të institucioneve dhe në këtë drejtim unë e di që kjo edhe ka shkaktuar një lloj shqetësimi i bllokada, po ju e keni pa kush ishte bllokuesit e gjitha konstituimeve të deri tashme, ju e patë edhe tendencën apo tentativën e dështuar të opozitës për bllokuar edhe certifikimin e vetvetes në kuvendin e Kosovës, në histori, në analit e kuvendit të Kosovës edhe kuvendeve tjera nuk ka ndodhur që disa parti ta bllokojnë apo bllokojnë certifikimin e vetvetes. Dhe pasi e bën këtë gabim nga disa juriste të dështuara, parashutista, të LDK-s edhe të PDK-s e pan gabimin dhe pastaj u tërhoqën, sepse e din që këto makinacione lëvizje pa kuptimta më shumë të i dëmtojnë ata. Dhe këtë rast, edhe puna e kuvendit të Kosovës, kjo bllokadë, unë besoj që do t'i vijë fundit dhe nuk duhet shkojë në pafundësi dhe duhet gjendet një ujdi. Mu që kam ka shqetësuar shumë në këtë kuadër. Avdyli, mbase raportin nuk ka ndodhur të mos kaloj, por ka ndodhur që lëvizja vetëvendosjet mos e votoj kandidatin e partive të tjera për kryetar të kuvendit më herët. Edhe ne mendojmë që është e drejtë e çdo kujt të votoj apo të mos votoj, por kjo është drejtë edhe legitime, por mendoj që është jo e drejtë ndaj proceseve të cilat është Kosova dhe mendoj që në këtë rast do të gjendet një ujdi, por çështja situata procesin në të cilin ndodhet Kosova prej proceseve të mëhershme ku është votu kryetari dhe kryesia e kuvendit. Çështja e tillë, që ne kemi dëgjuar këto ditëve të fundit, kryesisht për shembull edhe nga kolegët e ish partisë time, LDK-s, këtë rast kryetarit Lumir Abdigjiku ka qenë për mua shumë befasuese, sepse LDK-ja ka qenë gjithmonë shtet formuese edhe shumë veçanërisht e gatshme për kompromis kur ka ardhur puna te PDK-ja e AK-ja dhe ka dhënë edhe shumë poste dhe ka herë dhe ka marrë qeveri edhe pa qenë në pushtet, kur thot Lumir Abdigjiku thot që unë nuk jam i gatshëm të votoj kryetarin e parlamentit, krejt në rregull, por kur e pyet gazetari thot, a jeni të gatshëm të takohemi, as nuk do të takohemi. Kjo, me të vërtetë kjo çështje
kështu e mbyllt tregon për problemet e vetina Ai ka dhënë disa arsye për këtë refuzim. Edhe e ka problemet e brendshme sepse thuhet që nuk takohemi në asnjë mënyrë me parti shqiptare, kjo është shumë e neveritshme. E njëjtën kohë ne shohim që nënkryetari i kësaj partisë cakron vezët me kryepopin serb, i cili e mohon shtetin, e mohon ekzistencën e shtetit Kosovës dhe nga Patriana 5 drejt me avion shkon në Moskë, takohet me Putinin dhe kërkon nga Putini, thotë që na ndihmoni ta kthejmë Kosovën. Edhe si ta kthejmë Kosovën, duke i zhdukur shqiptarët, duke na zhdukur tërqenjen dhe mu me këto, domethënë gatishmëria e tyre është shumë e lehtë që të takohen me kryepopin, me shovenistin Porfirie, ndërsa kanë problem takohen me kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Kjo paftyrësi e tyre dhe nëse janë duke më dëgju, këta zyrtar, mund t'ju them marri u qoftë. Kaq. Ju keni edhe opsionet të tjera të takoheni. Pse s'po takoheni me Partinë Demokratike, ta zëm, ose Aleancën, nuk keni... Unë po vje shumë keq me thonë, apëton se si ishtë zyrtar i LDK-s me 2 mandate deputet, po më vje shumë i nati me thonë që PDK-ja po tregohet në disa raste ma konstruktive se LDK-ja. Po më vjen i nati me pranu, po kjo është realiteti. Ish partia ime, me cilën na jemi identifiku, jemi rrit dhe dim çfarë kompromise ka bërë, shpesher duke i shkelur edhe vetën, si që nga koalicionet e shpallja pavarësisë, shumë gjëra tjera, ndërsa tani vjen Ilomir Abdigjiku, edhe thot unë nuk jam i gatshëm as të takohemi. Po për shka jenë politik, pastaj thot unë nuk jam i gatshëm as të hynë në opozit, as të hynë në pozit, për shka jenë parti politike. Partit politike janë për të marrë hiset pushtetit. Me të vërtet unë po më vjen e çuditshme, ndërsa për partit tjera, për shembull në këtë rast, partit të cilët përdorin fjalorin më të vrasht, edhe thojnë na ka fy Albin Kurti. Na ka fy Albin Kurti, ndërsa ata çdo ditë e fyn duke e quajtur Herr Hitler, ndërsa herave këto ditë funit i del, domethënë, një person i cili udhëheq një parti politike dhe përfasohet në Kuvend Kosovës, siç është Ramush Haradinaj, i cili thot Albin Kurti është njeri i Rusisë edhe i Serbisë edhe është i paguar i Rusisë. Në këtë rast, unë i kisha bë apel prokurorisë, edhe unë çuditna si akoma prokuroria hesht, se nëse thot një fjalë, një politikan i këtij nivelit, një ish kryeminist, një udhëheqës i partive politike, dhe thot Albin Kurti është njeri i Rusisë, unë kërkoj nga prokuroria që ta hetoj, ose duhet me dhënë përgjegjësi Ramush Haradinaj ose Albin Kurti, se nëse është Albin Kurti njeri i Rusisë, atëherë duhet të jep përgjegjësi, por nëse nuk është, atëherë duhet të jep Ramush Haradinaj përgjegjësi edhe mos bën fyrje. Kjo fyrja më e rëndë që i bëhet Kosovës për ta quajtur kryeministrin e Kosovës njeri të Rusisë dhe të Serbisë. Nuk ka fyrje tjera. Dhe mendoj që kjo prokurori është duke heshtur, sepse nuk e di për kanë duke punu, ndërsa neve në fushat për do statusa krejt dvegjel na kanë dënu me ka 5.000 euro, vetëm se kemi shkruar që Kosova ka nevojë për ndryshim, sepse nuk duhet i dëm ata të cilët e kanë degradu këtë vend. Dërsa tani kemi raportuar në vazhdimsi për dënime për krejt subjektet politike, dua të pyes me këtë qasje, me këtë raport të ftohtë të largët me partitë e tjera, si prisni që t'ju mbështesin në sallën plenare atëherë? Ne nuk kërkojmë ata të na mbështesin për qeveri. Absolutisht. Nëse i ka numrat, urdhënoni bane ju qeverin për har ju qoftë. Ju nuk i keni numrat. Ndërsa fillimisht duhet ta dëshmoni ju, ai kemi ne numrat për qeveri, hajde ta formojmë, nuk është kjo puna, a disi. Këta e din që kryetari i kuvendit i takon vetëvendosjes edhe pranojnë, po pja kanë hallin imazhit të vetëvendosjes me Albolenën, po frigohen më shumë se vetëvendosja për imazhin e vetëvendosjes. Pse më burra grapja keni hallin një vetëvendosjes për imazhin e tyre. Nëse e hup imazhin, nëse Albolena qenë ka që keqe, sa po thoni ju, lenen e të bëhet Albolena dhe në ta hup vetëvendosja imazhin. Pse pja mbani dertin ju vetëvendosjes për imazhin e saj. Ndërsa, në anën tjetër, për qeveri është tjetër muhabet. Nëse për qeveri,
Nuk kem nevojë askuj me kërku ndimin askuj ose me thonë zhbllokohen. I kemi 2 javë, e bëjmë, nuk e bëjmë, vazhdon Bedri Hamza, e formon qeverin. Nuk e bën as Bedri Hamza, shkojmë zgjedhje. Ka që thjesht është. Zgjedhjet jeni duke i përmend edhe në këtë fazë. Zgjedhjet janë duke u përmend si alternativë për krejt partive politike. A është kjo zgjidhja e duhur në këtë moment? Duhet konstituohet kuvendi, pa tjetër edhe nëse dojmë zgjedhje, ne duhet ta konstituojmë kuvendin, se pa u konstitu kuvendin nuk mund të shpërbëhet. Dërsa ne nuk i frikohemi zgjedhjeve, vetmja parti që mund të frikohen zgjedhjeve për momentin edhe në bazë sondazheve është LDK-ja dhe AK-ja. AK-ja nuk ka me kalu pragin nga një sondazh që ka ardhur, edhe LDK-ja ka rënje. Edhe tash keni bërë matje në këtë situatë nga zgjedhjet, dhe e din çka i gjen, dhe prandaj janë betonizuar në kërkesat e tyre dhe në gjitha ato. Edhe tash keni matje për zgjedhjet potenciale? Po ka matje të vazhdueshme, sepse partitë politike bëjnë matje çdo 2-3 muaj. Dhe ne jemi shumë stabil me numra, PDK-ja është stabil me numra, LDK-ja ka rënje, PDK-ja është në fund. Po mendoj AK-ja. AK-ja nuk e kalon pragun dhe në këtë kontekst edhe kjo nervoza Ramush Haradinit si duket aty e ka, po ky faktikisht po mdhimet sepse sa më shumë që po shkreton ai veç po shkon te poshtë në sondazhe. Avdyli i përmendët më herët komunitetet jo shumicë, jo serbe, 2 prej tyre nuk kanë votuar për kryetaren e kuvendit, kandidatën për të udhëhequr legjislaturën Duda Balje dhe Adem Hoxha. Ju vini nga Prizreni, edhe Balje e përmendi sot kontributin e saj në mandatin e kaluar, por edhe në rajonin e Prizrenit. Si komenton deklaratat e saj para se të nisë seanca? Unë të dytë i kam vendas, Dudën bile e kam edhe në lagje. Unë kam respekt veçantë për gjithë komunitetet që ekzistojnë në Prizren, bosnjakët, goranët, turqit, janë pasuri kombëtare jone, janë njerëz më të mirë që ekzistojnë, njerëzit të cilët kontribuojnë shumë për Prizrenin, Kosovën, janë njerëz punëtor, janë njerëz të mirë, unë punoj edhe si mjek dhe kam kontakte të vazhdueshme me ta, janë tepër njerëz shembullor dhe njerëz që i kontribuojnë vendit Kosovës, e dojnë Kosovën, sa na, kontribuojnë për Kosovën sa na. Na nuk banë me pas asnjë urrëtie për askënd. Edhe nëse një parti politike e ka një mendim ndryshe, na nuk banë me pas asnjë moment që me na thonë pse, po ka drejtë edhe ajo. Por vish njëri kisha pas dëshirë nga kolegja ime, Duda, që ndoshta pak ma shumë të na sqaron pse ndroi mendim tash, kur në të kaluamën ka qenë shumë konstruktive, edhe në qeverinë e kaluame, edhe kur ka pas 20 ministër duket e ka pas edhe ka qenë shumë konstruktive. Çka ndryshoi tash? Atin këto akoma unë nuk e kam pas rastin me dëgju edhe privatisht edhe kështu, nuk e di pse ndroi kjo, por ndryshe është e drejtë, është parti politike edhe partia e saj është parti politike, e merr vendimin vet, do të thonë si çdo parti politike, sigur me thonë AK-ja, por një është e ditur që në të kaluamën partitë e komuniteteve gjithmonë kanë shku me fituesin, ata nuk kanë prish punë, nuk kanë prish proceset e Kosovës. Edhe mendoj që në këtë rast unë kisha bë apel që përkundër krejt kësaj, na nuk ban me kryqëzu kërkan, edhe mendoj që duhet t'ja njohim rolin e secilit. Unë kam raporte të mira me të gjithë, edhe mendoj që janë njerëz të mirë, tash ndoshta dikush është më i afërt me një parti tjetër, dikush është më i afërt me një parti tjetër, domethënë kuptimin edhe njerëzor, po edhe politik. Por nuk ba me gjyku askand, dhe veçanërisht një grua si që është Duda, na nuk ba me kryqëzu, sepse me të vërtet në kuptimin e politikës ka herë gratë kryqëzuar ma shumë, si që është duke u kryqëzu edhe duke u gjyku edhe Albulena për gjuhën e saj, apo opozitarizmit të ke fundit, është drejt e si cilë ta ketë mendimin e saj në momente caktume. Kështu që unë kam dëshirë dhe do të kisha pas dëshirë që Duda të vazhdoj bashkëpunimin me neve, edhe të vazhdoj sepse faktikisht vota saj ka shumë peshë në këtë moment, sepse vota saj është kruciale, dhe mendoj që bllokimi i proceseve nuk është i dëmshëm vetëm për shqiptar, por për gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Mendoj që vendosja jonë Duda do të
ndoshta edhe do ta shqyrton këtë se por nëse nuk e shqyrton së paku, ndoshta si kolegë dhe si qytetar të Kosovës do na sqaron cilat janë arsyet, se unë siç kam dëgjuar dhe sa kam pa, nuk janë adresu kërkesat e saj. Albin kryeministri Kurti ja ka adresu kogja mirë këto kërkesat e saj, kërkesat, shikoj, nuk i kanë këta kërkesat veç personale, kanë edhe kërkesat për komunitetin bosnjak, turqit kanë për turqit, ashkalit për ashkalit, dhe mendoj që në këtë rast qeveria Kurti në të kalumen, edhe në 4 vitet e kalume ka bën një punë grandioze për adresimin e çështjeve të pakicave, ka përkra. Sigurisht, ju jeni përfaqësues të popullit pa dallim. Sot kemi përkraje nga si ekonomike, si arsimore të komunitetet dhe unë jam kontakt me komunitetet se në Prizren i kemi gjitha, unë i shoh që ata janë shumë të kënaqur edhe me qeverisin Kurti për 4 vitet për ato që kanë bërë për komunitetet. Avdyli, për fund, a shihni rol të presidentes Vjosa Osmani në krejt këtë farë ngërçi? Roli i presidentes është, në këtë moment roli i presidentes do duhet ishte dhe besoj që do të jetë më i madh, sepse edhe roli kushtetues i saj është në këtë favor, është bipartijak dhe në këtë rast edhe vetë si be thonë ekzistenca e pozitës e presidentes është në favor të zgjidhjeve të situatave të tilla, sepse gjithmonë është kërkuar që presidentet mos jenë antar të partive politike dhe të mos jenë aktiv në parti politike. Pse mos jenë aktiv në parti politike? Sepse vjen një moment që duhet jetë bipartijak. Edhe në këtë rast, domethënë presidentja duhet ta luajë rolin e vet. Sa do të ketë sukses presidentja dhe në parafrimin edhe të çndrimeve, kjo nuk varet vetëm nga presidentja, varet edhe nga vullneti i partive politike, por besoj që roli i saj do të jetë në këto, sepse ne jemi duke kaluar muajin e parë edhe me kushtetut ku thuhet që kuvendi duhet themelohet brenda muajit, edhe mendoj që tani jemi në fund të muajit dhe besoj që mas kthimit nga Roma do të kemi hapa konkret dhe nga java ardhshme apo në këto ditët vijim ju do të dëgjoni që do të ketë hapa konkrete edhe nga presidenca, edhe nga aktorët politik në dialogimin, negocimin javën ardhshme pritet edhe gjetjes së zgjidhjeve. Pritet situatë ndryshe javën ardhshme, kështu po paralajmëroni? Nga java ardhshme unë besoj që do të ketë zhvillime pozitive dhe po menoj në kuptimin e zhbllokimit të situatës, dialogimit dhe negocimit mes partive, se tek e fundit na jemi gjithë shqiptarë, jemi vëllezër dhe motra dhe në këtë kontekst përkundër dallimeve politike ne duhet të gjejmë zgjidhje jo për hir tonin, sepse nuk jemi na aty për vete, sepse secili jemi profesionist në profesionet tona dhe jemi shumë suksesshëm në punën tona, po ne jemi aty për gjetur zgjidhje dhe zgjidhje ka, po duhet vullnet dhe besoj që do të gjendet vullneti dhe do të ecim me ato tjerë. Njëra prej zgjidhjeve janë edhe zgjedhjet. Nëse nuk ka aty, po mendoj që zgjedhjet janë lodhje për qytetarët, sepse ne tash në ky viti 2025 do të jetë një vit zgjedhor edhe në aspektin e zgjedhjeve lokale dhe mendoj që është një vit shumë i ngarkuar në aspektin politik edhe programor të zgjedhjeve dhe mendoj që nuk kemi nevojë edhe për një cikël zgjedhjeve përveç atyre që i patëm, plus edhe zgjedhjet lokale. Mendoj që zgjedhje shpresoj që opozita do ta kuptojë që kryetari i kuvendit i takon partisë parë, ata mund ta luajnë rolin e vet, por nëse nuk duan ta luajnë rolin e vet për të zhbllokuar situata të caktuara, atëherë mbetet zgjidhja e zgjedhjeve për cilat ne jemi të gatshëm, nuk i kemi si opsion të dëshirueshëm, po jemi të gatshëm edhe për këtë opsion sepse e dim që ne nuk do të bijem, por ne mund edhe të rritemi në këtë drejtim. Qartë, falenderoj shumë zoti Avdyli për këtë paraqitje direkte në Kompas. Respekt, faleminderit. Faleminderit shumë, do të vazhdojmë të flasim për zhvillime politike që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor, veç lëvizja